Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi këtë të premte një vizitë me qytetarët e Krujës, ku takoi qytetarët e tregtarë të tregut artizan. Teksa u prit me muzikë popullore, Berisha veshi një lek me simbolet kombëtare dhe vendosi në kokë një qeleshe. Era një tu takoj dhe tu siguroj se ne do bëjmë gjithçka për sukses më të madh tuaj. Do ulesojmë nga bara e mdha, për shembull energjia do jetë 6 lekë, jo 18. Uji do përgjysmohet, tarife e ujit. Kryedemokrati u prezantoi tregtarëve pikat kryesore të ofertës së tij politike, ndërsa u ndal tek problematikat ekonomike. Çdo fermer do të subvencionohet për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bagti, për çdo fidan të mbjellë. Ne do vendosim një minimum jetik 200 euro për çdo pensionist, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student, për çdo jetim, për çdo fëmijë të një gruaje kryefamiljare. Berisha vuri theksen veçanërisht tek rënja e euros. Sepse rënja e euros nga 1400 lekë që ishte në 90 lekë, është një rënje që këta i dëmton në mënyrë shumë thelbësore. Atëherë, hapi i parë, 100 ditë të para, do krijohet një bord i cili do i kompensojë këta zotëri të nderuar qindark për qindark rënjën e euros. Berisha e konsideron ofertën e Partisë Demokratike si një platformë që fokusohet tek zhvillimi ekonomik përmes nxitjes së prodhimit vendas. Kandidat tanë për deputet